Xhamat, jemi ende në këtë dynja, jemi të gjallë, kemi shëndet dhe kemi kohë. Të gjitha këto mundësi të Allahut që i kemi, duhet t'ja japim hakun e këtyre. Dhe se këto janë mirësitë e Allahut që t'i falin në këtë botë, për nëse ja kushtove këtyre gjërave, i ditë t'i përdor në këtë botë kesh problem pa dyshim. E po nuk i shfrytëzove këto, do të bëhesh pishman për atë që të kaloj i hargjove jetën, të shkon jeta, por mos të bëhet vonë kur të kalojnë të gjitha përmirësi. Para mendo të ishe i smuar, i paralizuar, i blokuar, e që sa ka prej atyre që janë të smuar, nuk kanë mundësi të lëvizin, apo janë të smuar, kanë smundje mendore, nuk din me menduar me logjiku, janë sprovu. Para mendo të ishe ti, ky ai i cili nuk ka mundësi t'i kryen obligimet e Allahut, ti i ke këto dhe nuk i nështrohesh Allahut. Si do të ishte kjo në këtë botë, por si do të jetë në botën tjetër, kur ti në këtë botë ja arsyetu me arsyet tua të kota, kurse në ditën e kiametit Allahu xhelle shanu ka mundësi të pyet, robi im, pse nuk i veprove kërkesat e mia? Përse nuk më adhurove? Pasi që të kam dhënë jetën, shëndetin dhe kohën. Çfarë do t'i përgjigjesh Allahut në atë ditë? A do të thuash se nuk kam pas kohë? Ashtu mendon se ti do ta gënjen Allahun? Për nëse thotë Allahu pse nuk ju fale, do të thuash ti kam qenë në zanën dhe shumë i ngarkuar, ashtu do në Allahu xhelle shanu të gënjen? A ka mundësi ashtu diçka ti të arsyetosh në ditën e kiametit, e Allahu të thotë ty mire ke, s'ke pas kohë, nuk ke pas mundësi, mirë ke bo që s'ke fali. Shpëtove, hynë xhenet, a ka diçka ashtu? E sot ti në dynja arsyetohesh me ato arsyet tua të kota, nuk vinë parasysh në ditën e kiametit.